Krahas gëzimit të fitores së AKI-s në komunat Gostivar dhe Vrapçisht, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti nga festa e mbrëmshme shprehu edhe një shqetësim, të cilin nuk e ka shprehur në asnjë moment gjatë procesit zgjedhor. Sipas tij, AKI-si është bërë me hile, sidomos në këto dy komuna ku zgjedhjet lokale u përsëritën për shkak të mosarritjes së pragut. Përveç që është përdor në komuna tjera inxhinieringu, këtu është përdor një mjet tjetër sabotazha, bojkoti që ne të mos triumfojmë në rrethin e parë të zgjedhjeve. Duhet ndaj këshetësim që nuk e kam shfaq. A thua do shkilet besa e dhonë. Dua të falenderoj çdo aktivist, Bashkimit Demokratik për Integrim, të Aleancës Shqiptare që kanë punuar, që kanë vepruar, të gjithë bashkarisht për shpinë e përbashkët dhe për të ruajt besën e dhanë. Fitores në këto dy komuna ju gëzua edhe Arben Taravari ASH-s, parti, fraksioni së cilës mbeti në AKI. Ai madje tha se ky koalicion dëshmoi se mund të arrijë rezultate të jashtëzakonshme, ndërsa pret që këtë vit të ketë edhe zgjedhje të parakohshme parlamentare. Aleanca Kombëtare për Integrim u tregua se bashkë mund të bëjmë rezultate të jashtëzakonshme dhe kjo më është një frymë e re e cila besoj se do të vazhdojë në zgjedhjet parlamentare të cilat unë i pres 2026, ndash ato të mbahen në maj apo në tetor. Koalicioni Vlen i uroi Limanin e Shabanin për fitoren, por thanë se në tërësi në këto zgjedhje lokale Vleni është fituesi absolut me 10 komuna të fituara. Këto zgjedhje dëshmuan qartë se shqiptarët folën me një zë. 10 komunat e fituara janë prove pak kontestueshme se Vlen është lokomotiva politike e shqiptarëve. Forca që udhëheq, bashkon dhe sjell ndryshimin aq shumë pritur në nivel lokal. Me fitore në 56 komuna, edhe kreu i VMRO DPMNE-s Ristian Mickoski tha se partia e tij është fituesi këtyre zgjedhjeve lokale. Ata korron fitore edhe në zgjedhjet e përsëritura të djeshme në Mavrov dhe Rostush përballë LSDM-s, fitore të cilën Mickoski nuk e sheh vetëm si rezultat lokal, por si mesazh të qartë politik. To не е случайност, to je jasen politički sud na građanite. Ova predstavува уште еден тежок дебакал за СДСМ и за актуелното ръководство на таа политичка партия. Socialdemokratët në kundërpërgjigje, Mickoski në panik, opozita fitoi 2 fish më shumë vota se pushteti. Edhe me të gjitha abuzimet e mundshme të institucioneve dhe presionet, kandidatët për kryetar komunash nga partitë opozitare fituan 2 fish më shumë vota se kandidatët e partive në pushtet. Opozita fitoi 21.394 vota, ndërsa pushteti vetëm 12.534 vota. Përfundimi është i thjeshtë. Pushteti i VMRO-s, Vlenit dhe Znamit humbi sonte edhe atë bindshëm. Në komunën Qendër Zhup, kryetaru zgjodh kandidati i Partisë Demokratike Turke, të cilët përmes një statusi në Facebook thanë se kjo fitore domethënëse është një dëshmi e qartë e unitetit, e besimit në kauzën e tyre dhe e lidhjes së pathyeshme shpirtërore që kanë ndërtuar me popullin.